Unë kam qenë shpesher me Dash Sulën në për panele dhe Dashi të merrte edhe radhën për të folur për të kritikuar Ramën, gjë të cilën si duket pas ka pasur as durimi dhe pritjen për të marrë një pozicion te Rama që shkon. Që e ka bërë për të marrë post? Ja. Jo, absolutisht jo. Këtë nuk e them. Këtë nuk e them, por çfarë kuptojmë është kështu. E them apo se them unë, mendoj që është pak e rëndësishme. Nëse ke një qëndrim dhe qëndrimet shkojnë kundër kësaj qeverisje, unë nuk mendoj që dhënia e një pozicioni periferik në qeverisje mundet të zhëndërojë ty në katalizatorin e kësaj qeverisje. Pra, unë Se po të bëjnë ty një ofertë. Më paqësor, absolutisht jo. Po pse? Çfarë do të thotë kjo? Po drejtori Arsimi. Vetëm nëse më bën ofertë, më thotë unë po le vendin edhe ajde kryeministër. Çfarë të bëhet? Po sepse ai është titull ekzekutiv. Atë duhet ta bëj kushdo. Jo, kushdo se bën dot. Shiko, jo, po që ka një lloj angazhimi, që ka një lloj ëndre për vendin. Në këtë kuptim, nëse kryeministri të merr edhe të thotë që do numërosh, ku di unë, burimet njerëzore të një zyre periferike në këtë vend, tani më fal po, nga deputet, nga njëri që kisha aspirata për të ndërtuar vendin në një mënyrë që ti e ndëroje, të marrësh një institucion që nuk ka asnjë lloj qasje në vizionin që do duhet të ekzekutojë për vendin, unë mendoj që është pse bëri gabim Faik Konica që kritikonte me zogun dhe ai e thirrë dhe e bëri ministër në Washington? Kush është Faik Konica këtu? E ke po e paralelizon. Tani ti ke drejt thua që nuk mund Faik Konica me Dash Sulën nuk kanë lidhje, mund thuash ti po. Jo, s'kan lidhje, po unë mendoj që me Faik Konicën ti e ke të vështirë të gjesh në një bashkombas që jeton sot për ta vendosur mbas. Mirë, vetëm si po themi si histori janë të ngjashme. Si qasje. Po. Unë mendoj që nëse hym në kontekstin historik, dhe zogu kur e thirrën zyrë në pallat, i kishte vendosur të gjitha gazetat që ai kishte shkruar kundër zogut dhe ai eci mbi ato. Dhe kur vajti pasaj zyri tha, ma bëre bukur, i tha. E ka bërë shpesh Konica. Ta gëzosh, i tha, detyrën e ministrit të Shqipërisë në Washington. E ka bërë dhe Noli këtë lloj le të themi narrative që unë i shërbej kombit dhe i shërbej vendit, po nuk i shërbej mbretit tim. Po ai kanë këtë qasje? Ai kanë këtë qasje. Do shkoj Dash Sula të marrë të gjitha titujt e konflikteve dhe le të themi narrativës së tij kundër Ramës kur të takoj Ramën? Kjo është qasja. Po kjo është ajo që mungon. Unë nuk jam fare në këtë paragjykimin për të thënë që nëse ti ofrohet një pozicion publik, ti bësh bisht. Por problemi është që do ta paragjykojmë Dash Sulën pastaj? Jo, këtu do ta paragjykojmë. Pse? Sepse ne këtë kemi në dorë për ta bërë, për të thënë që ne do ta paragjykojmë nëse ato që thonte për Edi Ramën dije, nuk mundet i thotë sot. Okej. Nëse ai mendonte që qeverisja është korruptuar, sot të mos thotë që qeverisja është e korruptuar. Unë do isha shumë pranues që Dashi sot të shkonte të merrte një pozicion, edhe më të madh se ai, po ditën e dytë të mbante të njëjtën pozicion, qoftë aspektit politik, qoftë aspektit kritik, qoftë aspektit të mënyrës se si e do vendin. Po të marrësh një pozicion me kostot për të mos qenë më ti, kjo nuk duhet ndodh. Dhe i nderuar Konica, Noli, pozicionet që morën, nuk i morën me kostot për të mos qenë më Konic dhe Nol. Madje ata u bën edhe më shumë se sa të tillë. Mikel, nesër është protesta e Partisë Demokratike dhe opozitës. Do jesh nesër protestë? Jo, unë te Partia Demokratike nuk shoh asnjë arsye për të Nuk do shkosh në protestë? Absolutisht jo. Pse? Sepse mendoj që Partia Demokratike ka nevojë që të tregojë, të vendosë një raport të sinqert më parë me qytetarët e vet. Unë nuk mundet që të shkoj, domethënë tek kritikoj dikë që mundohet të limitoj SPAK-un, të shkoj te dikush që SPAK-u i thotë organizatë kriminale. A mundet të ndodhë kjo? Jo. Dhe kam përshtypjen që një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar nuk shkojnë për këtë arsye. Sepse detyra e parë e Partisë Demokratike, që është një parti tradicionale në vend, që ka njerëz të jashtëzakonshëm brenda, që ka një energji dhe potencial të jashtëzakonshëm, pengohen dhe mbahen peng nga një elitë dhe nga kryetari i vet brenda kësaj partie. Në këtë kuptim, nëse Partia Demokratike nuk merr shansin për të demokratizuar, unë mendoj që ajo nuk do ketë fatin për të zhndëruar një alternativë qeverisëse në vendin tonë. Pra, përpara se të
më thras në le të themi në protest, unë do dua të di ati që i shkojnë në protest, cili është qëndrimi për SPAK-un? Dhe zoti Berisha për SPAK-un do të është organizatë kriminale. Unë dua të di ati që i shkojnë në protest, cili është raporti me mendimin ndryshe brenda partisë? Ty të kanë ofruar që hajde në protest? Unë kam parë thirrjen publike dhe kam përshtypjen thirrja publike është për gjithë qytetarët. A ka ndonjë deputet nga Partia Demokratike që t'ia thënë Migen, ti qendresa qytetare, hajdeni me ne? Në këtë rast jo, po ka pasur disa protesta të tjera të cilat po i kam refuzuar. I ke refuzuar. Dhe unë mendoj që qasja kritike. Dhe refuzimi yt lidhet me një kondicion të fortë, SPAK, qëndrimi për SPAK. Jo vetëm për atë, por kjo është më e dukshme dhe është më e lehtë për të komunikuar me qytetarët, sepse është le të themi është i përbashkon të gjitha ato të cilat unë do doja një fabula që i përbashkon të gjitha elementet që unë i doja në një parti politike. Dhe në pak sekonda do doja që Partia Demokratike të ishte një parti e cila respektonte mendimin ndryshe. Pa çfarë kuptimi ka një parti e cila ka rrezuar diktaturën në vend, që sot kushdo që mendon ndryshe i thotë je i vetë përjashtuar. E ke fjalën për Saliani? Absolutisht po. Nuk kam ndonjë simpati të aksionit politik apo atë si personazh, po si fenomen. Jo. Saliani nuk bën një aksion që është jashtë partisë vet, po e bën brenda partisë vet. Ndërkohë që elementet të transparencës, elementet të demokracisë së brendshme, të llogaridhënies, të zbatimit të statutit të partisë vet. Pra Partia Demokratike ka një statut dhe i ka vendosur aty nga zoti Berisha i ka thënë po vendosim Nenin Basha. Kur shumë zgjedhje tikën. Largohet. Minimalisht do duhet që qytetarëve t'i tregojë që kryeministri i jashtëm i vendit, ai që aspiron për të drejtuar vendin në vitet në vijim, minimalisht do duhet të zbatojë dokumentin e tij të brendshëm. Imagjinoni kur shkel dokumentin e brendshëm, imagjinoni çfarë i bën ligjit. Çfarë i bën shtetit së drejtës? Si e parashikoni nëse protestë? Shiko, Partia Demokratike ja ka dalë të bëjë protesta masive edhe në ditët më të vështira të veta. Edhe në 97, 98, në pikën më të ulët vetë, në pjesëmarrje ka qenë, le të themi, e pranueshme. Unë mendoj që problemi nuk është se çfarë presim nga protesta, ne çfarë presim nga Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk po na tregon se cila është, po tregon që është e kapur beng. Dhe mendoj që pjesëmarrja mund të jetë e mirë, mund të mos jetë e mirë, nuk e di, po në rastet e kaluara, mendoj që ka një pjesë të madhe e qytetarëve shqiptar, të cilët përballë kësaj keqeverisje e zerojnë edhe aksionin e atyre të cilën po shkojnë. Pra unë nuk besoj që një pjesë e mirë atyre të cilët marrin protest shkojnë sepse janë ndjekës të Berishës. Po sepse e kuptojnë që këtu duhet ketë një goditje ndaj krimit, ndaj le të themi keqeverisjes edhe gjitha elementeve të cilët e përmbledhin jetën publike e politike të vendit tonë. Dhe opozita nuk po e merr këtë shans. Opozita është duke operuar vetëm me SPAK-un. I ngre topin SPAK-u, pra i arreston një ministër dhe opozita nuk shkon e gjuan penaltin e vet. Dhe këtë të përmuajshme... Si, ma thuj dhe njërë këtë se që burë, kjo është tamam për në ato rritëset që bëjmë ne. Si, thuj dhe njërë? SPAK-u i ngre topin, i vet topin e penaltisë opozitës çdo muaj. Merë topin, dhe je penalti, merë topin, dhe edhe të pike penaltisë, me çdo arrestim, me çdo skandal që i gjenë qeverisë. Dhe i thot opozitës gjuaj? Dhe opozitës që i thot gjuaj, opozita e humbë në çdo rast nuk e gjun. Nuk e gjun? Ja. Jo se i gjuan jashtë, nuk e gjun fare. Nuk e gjun fare, nuk merr pjesë. Nuk merr pjesë, më fal. Ja gjojti penaltin me Erion Velia, vajti në Këshillin Bashkiake mbronte PD-ja. 10 muaj protest për Erion Veliajn, kur Erion Velin e merr SPAK-u, del PD-ja e mbron. Po bordi paqes votimin kuvend? Po, shiko, bordi paqes është një votim tradicional që i ka bërë parlamenti gjithmonë rrugës amerikane. Por moralisht është në zyrën ovale? Moralisht është ajo që thoni ju. Moralisht është ajo që thoni ju. Nëse ti ke thënë Ramës narkoshtet dhe Ramaduro, do duhet që ti bëje një memo, minimalisht. Është autori i fjalës Ramaduro? Po kjo është fjalori i Berishës, edhe kam përshtypjen që... Se është Berisha kam përshtypjen. Nuk e di unë nuk e di kush është spin doktori apo... Berisha e përdor më shumë, po kam përshtypjen që Gim Nesha. Do të ti thuaj që nesër do ketë pjesëmarrje, por jo se do ketë rezultat. A do ta vër protesta? Nuk është lajm. Nuk është lajm, është protesta. Për çfarë është kjo protesta? Protesta është me sinkron, me datë, me orë, me vend, edhe si programacioni të TVSH-s, një valle, një këngë, një humor.
një skeç. Tani, shko, ndërto... Pritër, se nuk mund t'i thosh gjërat që ti të kaloj këto gjërat e bukura. Si, do të thonë, protesta e PD-s, si programacioni i RTS-s, një këngë, një valle, një skeç. Sepse këtë e shikojmë të... Nga e gjithë këtë mund? Po pse nuk e keni vënë re jo? Shkojnë, ndërtojnë podiumin, flasin, hedhin flakadan, ikin në shtëpi. A i kemi parë këtë skenar ne? Ne i kemi parë këtë skenar. Dhe unë nuk mendoj që kjo është e keqe apo e gjë më e madhe. Sa më shumë protesta të ketë aq më mirë. Problemi është këtu që nëse ti je një parti politike që e kupton që i njëjti veprim nuk të sjell rezultate, ti nuk mund ta përsëritësh gjithë jetën tënde opozitare. Derisa Zoti të marr, nuk mund të përsëritësh të njëjtën veprim dhe të marrësh rezultate të kundërta. Ti thuaj që Edi Rama nuk vjen vështirësi nga protesta. Po nuk mendoj unë, mendoj që është e qartë. Shiko, ne në këtë vend. Nëse vën tenda ata, nëse vën çadra aty? Po le të shkojnë. Ne kam përshtypjen edhe ju e keni vizituar shtëpinë e Bardhë në Shtetet e Bashkuara. Aty ka një çadër që në 64 duket. Tek shtëpia e Bardhë. 46 vjet protest. Po. E bën. Instalon një çadër para derës, edhe ai e nisi për luftën nukleare. Ai zotëria aty që bën protestën para shtëpisë Bardhë. Dhe tani vazhdojnë të tjerë. Dhe tani vazhdojnë akoma. Është i njëjti, është bërë me flok gjata ai. Tani në këtë mos gaboj. Po unë kur kam shku, e kam parë dhe njerëzit tregonin kuriozitete për atë. Që ky zotëria ka 35-40 vjet. Atraksion turistik tani. Po, ishte edhe e tillë. Kush e ka vizituar shtëpinë e Bardhë mund ta identifikojë. Në këtë kuptim, unë mendoj që Ramën nuk e rrezon nëse opozita i vendos vetëm aksionit vetë politik fjalën Rama. Hiqi një parti opozitare fjalën Rama dhe nuk ka për të thënë asgjë. Hiqja nga fjalori. Mere, bëj eksperiment social. Thuaj, do vish në studion time, do flasim një orë për opozitën, për alternativën tënde, po me i kusht, nuk do përmendim fjalën Rama. Ti vetëm do pyesësh dhe s'do marrësh asnjë përgjigje. Sepse lufta e opozitës është ramizuar, ka vetëm vendosur vetëm Ramën. Nuk mundet që një opozitë të abrazojë gjithë politikën e vet, gjithë aksionin e vet tek kundërshtari. Ore në vendet europiane fiton një parti opozitare edhe kur qeverisja është e mirë. Ta them në aksion në këtë hipotetike. Churchilli fitoi luftën e dytë botërore dhe këtu është krijuar përshtypja që opozita duhet të vinë në pushtet vetëm sepse Rama nuk di. Po në rastin se Rama me 84 mandate, shikon në një ëndër, edhe thotë unë ndriçova sot do qeveris mirë. Opozita s'do bëj me luftë politike? Opozita do shkojnë në shtëpi, do thotë bravo Ramës që qeveris mirë? Pra opozita do duhet të ndërtojë edhe alternativën e saj politike. Dhe unë shpeshherë ndodhem për kësaj përballje, që pse i bën opozitë opozitës. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër që opozita të vinë në pushtet. Nuk mund të vinë me një tjetër mekanizëm se të Ramës. Pra thonë, pse nuk kritikon ti Ramën? Rama është në pushtet. Mbajtja e pushtetit është shkencë më vete nga ardha në pushtet. Pra Rama mund ta mbajë në pushtetin ose një qeverisje mund ta mbajë në pushtetin dhe me krim, dhe me dezinformim, dhe me dhunë, dhe me banda, dhe me diktaturë. Po me të njëjtat elemente që dikush mban pushtetin, nuk mundet që ai që pretendon të vinë në pushtet thotë shikoj, mund t'i kem të tëra nga pak këto, po ai kam shumë. Jo, unë besoj që do duhet vi me program të qartë, po jo program të shkruar, program të demonstruar, se këtu ndonjëherë se programi ta bën çati. Do të më jep një program politik për Shqipërinë e 2030-s. Dhe ta bën çati. Problemi është që atë që ti përfaqëson, ai demonstron dot. Dhe unë mendoj që opozita problemin më të madh e ka që nuk demonstron dot aksionin e vet opozitar. Dhe kjo është arsyeja që sot është e përçarë dhe ka nxjerr 200.000 votues më pak në zgjedhjet e fundit. Të cilën në fakt e pamundson. Dhe këtë sigurisht do duhet që t'ia faturoj leadershipit. Çdo kompani e vogël në fund të vitit i kërkon pronarit vet ose leadershipit vet, CEO-s vet i kërkon, më jepni çik tabelën e rezultateve.